Bizneset turistike në Orikum përballen me situata vështirë ekonomike gjatë sezonit të dimrit, si pasojë e mungesës së vizitorëve dhe mungesës së një strategjie të qartë për zhvillimin e turizmit jashtë periudhës verore. Me shumicën e turistëve që zgjedhin Bregdetin shqiptar gjatë muajve të nxehtë, hotelet, restorantet dhe shërbimet e tjera të lidhura me turizmin raportojnë një rënje të ndjeshme të ardhurave në muajt e ftohtë. Për operatorët turistik dhe supermarketit në Orikum, dimri është një periudhë e vështirë, pasi shumë prej tyre detyrohen të reduktojnë stafin ose madje të mbyllin aktivitetin përkohësisht për shkak të mungesës së klientëve dhe kostove të larta. Dimri vetë koha flet që s'ka lëvizje normale që dhe punë ka shumë herë më pak. Ndoshta afër zeros. Ka klient vendas, shumë pak të huaj. Vendallit janë vetëm ata kur vinë në fundjava, nuk është se ka që janë të preshëm, normale janë me fëmijët në shkollë, me punët e tyre. Ndryshe sezoni korriku dhe gushti. Cilat janë sfidat kryesore që përballet biznesi juaj gjatë sezonit dimëror? Mund të marrë një letër e një lapë se janë ca, duhet të shënojmë po si më mend gjithë tani. Por të them drejtën, shpenzimet janë shumë të shumta. Pastaj janë varet nga zërat, ca janë më të larta, ca më të ulta, por ka shpenzime të shumta, ka amortizime, ka kosto punëtorësh, rroga, sigurime, taksa. Të gjitha këto zëra bëjnë që pa vënë në kosto kuptohet dhe shpenzimet e familjes time, që jemi 5 veta me 3 fëmijë. Po mundohem ti mbaj të gjitha bashkë, dhe biznesin dhe familjen. Ka raste që mund të lëdheroj diçka mbas nga familja vetëm mbaj biznesi, sepse ai biznes ta mban në këmbë. Është goxha vështirë dimri. Personalisht e shoh shumë të vështirë. Shumë biznese e mbajnë mbyllur. Po tani nuk punoj, se s'ka. Nuk ka, domethënë që vjen njesh, nuk ka. Po di behari. Ku vjen behari këtu ka më shumë se sa në Tiranë. Në Orikum. Ka shumë fare. Në periudhën e dimrit tani? Ja, tani është mos i fshat. Thoj fshat një lloj. Bizneset si ja bëjnë për gjithë? Që ja rrim mbyllur, mund të nga një i radhë shu i hapur. Ja të veç po është një apo 2, s'ka të mbyllur. Ja e sheti këtu në cep, dhe nuk ka pëse. Nuk ka njerëz dhe nuk i hapin? Po nuk ka njerëz kanë që hapin, se dhe hapë dhe rinë kohët. Një tjetër pengesë është infrastruktura e papërshtatshme dhe mungesa e alternativave për turizmin dimëror. Gjithë Bregdeti shqiptar ka një potencial të cilë, jo vetëm Orikumi. Por duke qenë se jugu i Shqipërisë ka Bregdet pa e ullur vlerat normale veriut apo Shqipërisë mesme, pjesët ku lagen nga deti, jugu e ka ujnë pak ndoshta më të pastër, më ndryshe dhe për këtë preferohet ndoshta më shumë, por ka potencial të jashtëzakonshëm. Infrastruktura është në ndërtim e sipër, por janë shumë të ngadaltë, proceset janë shumë të ngadalta. Mendoj që këto gjëra duhet ishin mbaruar shumë herë më shpejt. Dhe shteti duhet jetë në mbështetje të gjithë bizneseve dhe popullit, jo vetëm në momenti kur duhet marrë vota. Në mungesë të masave konkrete, rreziku që shumë biznese të mbyllen ose të operojnë me humbje gjatë dimrit mbetet i lartë. Prandaj operatorët turistik dhe supermarketet në zonë presin një angazhim më të madh për të siguruar që Orikumi të mos mbetet një destinacion turistik vetëm sezonal.